Mirë se rishemi miq sërish në këtë rubrikë mbi pyetjet e Ramazanit, mbi dilemat, mbi pikpyetjet e ndryshme që në këtë rrugtim i cili tashmë ka kaluar gjysmën e tij, kemi mësuar shumë çështje, po ndoshta shumë dritare të tjera na janë çelur dhe do të mundohemi që në këto minuta në vijim të flasim kryesisht për disa aspekte ku do të fokusohemi tek udhëtari, tek dispozitat e tij, tek fëmijët, tek raporti i edukimit të brezit të ri e shumë të tjera me cilat do t'i diskutojmë me Hoxhën nderuar Ahmet Kalaj. Hoxh, mirë se vini. Mirëmëngjes. Hoxh, udhëtari është një status në fenë islame dhe veçanërisht në muajin e Ramazanit, i cili ka disa dispozita specifike. Sot më shumë se kur njerëzit lëvizin, është lehtësuar më tepër dhe për arsye dhe për nevoja të ndryshme, por ndonjëherë edhe për qef dhe për pasion. Kur fillon merret statusi i udhëtarit? Kur quhesh udhëtar? S'pari se fillim, domethënë është shumë interesant fakti që Islami ka marrë në konsiderat këtë pjesë të rëndësishme të jetës. Pra, kemi nenet veçanta, rregullat veçanta dhe normat veçanta për këtë kategori njerëzish, që është një kategori që ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë, domethënë. Normal, domethënë udhëtimi është pjesë e jetës, si për nevojë, si për pasion. Duke qenë se udhëtimi është këputja e njeriut nga vendi i tij origjinal, në vetvete ka një lloj, le të themi, ka një lloj rëndese. Një nga rregullat specifike të Islamit është mos rëndesa e njeriut ose mos ngarkimi i tij te mundësive ose jashtë mundësie, ose një fe e cila ka ardhur për t'u lehtësuar njerëzve adhurimin e Zotit dhe përkushtimin ndaj Zotit dhe jo për t'u bërë atyre të vështirë. Pra një dhënie profetike thotë se Islami është fe e lehtë, është lehtësim. Ndoshta ky është një ajet kuranor që Zoti thotë, Zoti nuk e solli fen që t'u bëj juve të vështirë ose nuk ka sjellë të ndonjë vështirësi. Të gjitha këto janë atë konceptin e përgjithshëm që lehtësimi është pjesë e kësaj feje domosdoshmërisht. Pra shkrihet kjo fe në farë me nevoja dhe me dinamikën e jetës toksore. Në ajetin e fundit të surës Al-Baqara thotë Zoti nuk e ngarkon njeriu jashtë edhe te mundësive. Duke qenë e tillë, pra, dhe se Islami përfshin faktikisht gjitha sferat e jetës, pra nuk mund të jetë një fe që trajton njeriu tek xhamia dhe mbaroi historia, apo njeriu tek shtëpia dhe mbaroi historia. Jo, në të gjitha, le të themi 360 gradëshin e zhvillimit të jetës njeriut, Islami ka, si me thënë, atë verdiktin dhe versionin e vet se si zhvillohet gjëja. Në këtë kontekst, pra, vim tek ajo që ju that udhëtari. Udhëtari, domethënë, ka disa lehtësime në Islam, qoftë për namazin e tij, qoftë për agjërimin e tij. Duke qenë se jemi tek agjërimi, udhëtari ka të drejtë që ta çeli. Pra, edhe pse jemi në muajin e Ramazanit, ka të drejtë të mos agjërojë. Pra, është një lehtësim nga Zoti për të. Kur thotë mos agjërojnë, do thotë që ta agjërojnë në një moment tjetër, pra. Po, vetë kuptohet. Pra, kur themi ka të drejtë që mos ta agjëroj tani në Ramazan, pra ka drejtë ta shtyj për një kohë tjetër dhe e rikompenson pra në një kohë tjetër. Pra, patjetër që agjërimi duhet bër, po le të themi ky ka një arsye që mund ta prishi agjërimin. Pra, e ka lehtësim nga Zoti. Pastaj, nëse udhëtari do ta mbaj, mund ta mbaj. Po nëse dëshiron ta prishi, i lejohet që ta prishi. Tani, kjo çështje e udhëtimit është shumë relative, sepse ndoshta lëvizin gjatë gjithë ditës brenda qytetit të tyre, lëvizin në distanca të shkurtra, në distanca të largëta, në kohë të shkurtra, në kohë të zgjatura, për nevoja, po themi, imediate, po ndonjëherë edhe për gjëra që mund t'i shtyjnë dhe mund t'i shmangin. Kush konsiderohet udhëtar? Udhëtar konsiderohet çdo njeri që lën vendin e tij, jo brenda të njëjtit vend, jo brenda të njëjtit qytet. Pra, në momentin që del nga qyteti i tij dhe një qytet tjetër dhe mes qyteteve ka shkëputje, pra nuk janë qytetet e lidhura me njëra tjetrën, atëherë ai ka lehtësimin e udhëtarit. Ka prej dietarëve që e përcaktojnë me kilometrazh, që thon për shembull 75 kilometra e lartë, domethënë. Ky është koncepti dhe nuk bëhet fjalë për një udhëtim, le të themi, brenda qytetit apo brenda zonës. Dikush mund dal nga fshati vet, i cili është një udhëtim që nuk shumë se 15 minuta, 20 minuta. Po nuk merret konsiderat. Bëhet fjalë kur kemi lëvizje nga qyteti në qytet dhe kushti është që qytetet mos jenë të lidhura me njëra tjetrën. Për shembull, Tirana me Durrësin, që pothuajse janë të lidhura me njëra tjetrën, nuk mund të ketë lehtësim. Tani, më mirë është që ky të agjëroj
apo të mos agjëroj. Duke qenë se jemi në një kohë që agjërimi është lehtësuar shumë. Ndonjëherë më shumë lodhesh duke ndonjë në zyrë sa duke udhëtuar. Është vërtet. Faktikisht çështja e udhëtarit dhe agjërimit është në dëshirën e tij. Pra nëse ai dëshiron ta mbaj dhe nuk i sjell kjo le të themi shqetësime apo rëndesa, mund ta mbaj. Nëse i sjell rëndesa dhe shqetësime, mund ta prishë. Pra për këtë arsye tham i lejohet, pra me kuptimin që nëse nuk don që ta prishi, po do ta mbaj Ramazani që mos ta përsërisi apo ta bëj më pas, i lejohet absolutisht po. Ndonjëherë udhëtimet vinë dhe si nevoja surprizë, pra ti ke bërë një ta agjërosh ditën e nesërme, i çuar për syfyr, ke agjëruar, mirë po të duhet që brenda ditës të udhëtosh. A mund ta prish, a duhet ta mbaj, është i obliguar, është detyruar që ta plotësoj këtë ditë? Atëherë ka një rregull që thotë statusi i udhëtarit i fillon lehtësimet e udhëtarit me kalimin e ndërtesës së fundit të qytetit apo fshatit të tij. Pra si fillim duhet ta kesh statusin e udhëtarit, si ta kesh fituar si status, ndërsa ai fillon aplikimin në momentin që njeriu del nga qyteti i tij apo nga fshati i tij. Kështu që ti nuk mund ta fillosh agjërimin duke qenë akoma rezident. Pse? Sepse njeriu edhe mund mos të udhtoj, mund të prishet mendja. Mund të anullohet, mund bllokohet rruga. Mund të humbi biletën, për shembull, le të themi. Kështu që fillon lehtësimi i udhëtarit në momentin që njeriu del nga ndërtesa e fundit të qytetit të tij apo e fshatit të tij apo e vendbanimit ku ai jeton, aty pastaj ka të drejtë që ta prishi apo ka të drejtë bashkoj namazet, të shkurtoj namazet e kështu me radhë. Po kështu edhe nëse vjen. Po pra, një situatë ku ai ndoshta ka qenë udhëtar dhe vjen këtu njerëzit janë agjërueshëm. Po, nëse ka qenë agjërueshëm, jemi okay. Pra, nga agjërimi në agjërim. Nëse s'ka qenë agjërueshëm dhe vjen në një vend ku le të themi njerëzit rezident pa agjërojnë, ai ka të drejtë vazhdojnë në mos agjërimin e tij. Është justifikuar. Është justifikuar, po. Ndërkohë ka njerëz se cilët po themi udhëtimin e kanë pjesë, po themi shumë të, pra ju shkon pothuajse gjithë vitin në udhëtime. Tani çfarë do të shikuar kjo lloj situate, sidomos për shemb shoferët që kanë shofer mund të jetë pilot avion, atëherë në këtë rast, domethënë përgjigjja është si më poshtë. Gjejnë kohën më të shkurtër të vitit dhe agjërojnë Ramazan që nuk agjërojnë dot. Ose nëse agjërimi i Ramazanit u bie, siç është kjo kohë tani për shembull që ne jemi le të themi shkurti deri kur vitetori, domethënë afërsisht 20 e sa vite, e agjërojnë sepse është kohë e shkurtër për ta. Tani nuk bie agjërimi si obligim për ta, edhe pse janë vazhdimisht udhëtar, por ata duhet gjejnë kohën më të përshtatshme që ta kompensojnë. Pse? Sepse Zoti e tha në Kur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Cili do që për ju është i smur ose është në udhëtim, le ta agjëroj më vonë. Pra nuk e shfuqizoj. Po të thuash ti pa gjithmonë është në udhëtim. Atëherë, domethënë ai le të themi deri në moshën e pensionit, aty i bën kush e di sa i bën. Për këtë arsye thuhet pra dhe këshillohet që ta agjërojë në kohën më të shkurtër që aty nuk i sjell, si më thon, rëndes të madhe. Ai që nuk agjeron përfiton këtë lehtësimin, po themi gjithmonë për udhëtarin. Po çfarë humbet? Asgjë nuk humbet, sepse është lehtësim prej Zotit. Po kjo atmosferë, sevapi i Ramazanit, është i njëjtë jashtë muajit. Profeti alayhis salam tha në një rast kur foli për shkurtimin e namazit në udhëtim. Omeri e pyeti, o dërguar e Zotit, ajeti e thot qartë, nëse keni frikë, idhujtarët dhe jeni në udhëtim, nuk është mëkat për ju që të shkurtoni namazin. Tani ne o profeti i Zotit s'kemi as frikë asgjë. Profeti alayhis salam tha, një dhuratë lëmosh nga Zoti i gjithësisë, mos e refuzoni dhuratën e krijuesit. Pra krijuesi e bëri këtë dhuratë, atëherë ne duhet ta pranojmë dhuratën. Nëse dikush thotë gjë aty si është puna, për mua udhëtimi nuk sjell asnjë lloj kompleksiteti, asnjë lloj rëndëse, përkundrazi jam shumë komod dhe du ta mbaj, nuk ka asnjë lloj problemi. Tani ka njerëz të cilët pothuajse janë të sigurt që nëse nuk e agjërojnë gjatë këtij muaji me këtë atmosferë, gjatë vitit ndoshta dhe e humbin. Atëherë kjo është çështje tjetër. Atëherë ju themi më mirë ta mbajnë. Më mirë ta mbajnë që mos ta humbin. Udhëtimi tashmë ka disa dispozita që ndoshta konsiderohen moderne të kohës fundit, që ndoshta nuk janë trajtuar në kohët e hershme, siç udhëtimi me avion. Kjo është e bukur e Islamit. Islami e ka parashikuar çdo lloj situate. Mund të ndodhë që
ti hecën dhe dielli të ndjek nga mbrapa, nuk perëndon kur apo ose e ke përpara që sa arrin kur. Ti pret gjithmonë atë perëndimin nga udhëtimit janë të gjata 5 orë, 6 orë. Pra kur po themi e kanë syfyrin dhe kur e kanë iftarin ata që do të nga merret konsiderat vendi nga i cili niset për ta çelur. Merret në konsiderat vendi nga i cili niset, po kështu merret konsiderat për ta mbyllur vendi nga i cili niset. Pra ti mund ta çelësh edhe nëse je aty duke nga të gjitha dritaret e avionit ka dritë. Po. Po, madje ka pas një debat shumë interesant ka përmend Al Jazeera. Ka qelluar le të themi një grup dietarësh në avion. Edhe si më thon Katar poshtë kishte perënduar dielli, sa ishte ngjitur avioni dhe këta sa ishin ngjitur lart diell. Dietarët e kishin çelur të gjithë. Ndërkohë që populli nuk guxonin. Nuk guxonin se thoshin presim sa ta shohin që do të erret. E vërteta është ajo që kanë vepruar dietarët, sepse ne marrim konsiderat tokën. Madje interesante shumë, kemi tre kozmonaut besimtar që i ka zënë Ramazanin në stacionin hapësinor. Kanë falur namazin 5 vaktet atje. Ka qenë një malezian, një turk dhe një emiratian. Kanë falur namazin 5 vakte. Dhe si e kanë gjetur kiblen Ramazanin. Bravo. Si e kanë gjetur kiblen? Janë drejtuar nga toka. Drejtimi ai është toka është. A kupton? Ndërsa për sa i përket namaz dhe agjërimit kanë ecur me kalendarin e vendit nga i cili janë ngjitur për në hapësirë. Kështu që ndonjëherë sa më shumë jemi shoqër Zotit, ne po Zoti madh ka sill këtë fe dhe këtë besim që është gjithmonë advance. Ndonjëherë sa më shumë të dish, aq më shumë më të lehta bëhen, po themi absolutisht. Ndoshta kjo është ai shpjegimi që për shumë shikues thonë si ka mundësi është hoxhë dhe është kaq sportiv, ndërkohë që pjesa tjetër nuk guxon që ku diun ka merak se ndoshta disa kufi i shkel me mënyrën se si shprehet ose mënyrën se si vepron dhe ja ku solli një shembull që dietarët e çelën edhe të tjerët nuk guxonin. Le të flasim pak për fëmijët, hoç. Janë e kategori e cila gjithnjë më tepër po i mbush xhamia dhe gjithnjë më tepër e kategoria që në thonjza po i shqetëson xhamiat me zhurmën e tyre, po shqyr që janë shqyr që na shqetësojnë. Tani a duhet që t'i marrim në xhami në këto ditë fëmijët të cila mosh? Po. Edukimi i fëmijës dhe dashurimi i tij për normat e besimit duhet të jetë diçka që duhet vi natyrshëm dhe duhet vi me atmosferë. Dhe momenti më i bukur që mund të shfrytëzohet si atmosferë është dita e xumë. Momenti më i bukur që mund të shfrytëzohet si atmosferë është namazi teravive. Momenti më i bukur që mund të shfrytëzohet si atmosferë janë iftarët nëpër xhamia, iftarët familjarët përbashkëta, mund të jenë syfyret, mund të jenë Bajrami kur bëhet festa e Bajramit. Pra, domethënë ne duhet t'ia ushqejmë që ajo gjëja të mbillet tek fëmia, siç don, le të themi pala e të keqes të mbjelli antivlerën, antimoralin, ta degenerojë brezinerin, ne duhet bëjmë të kundërtën. Pra, duhet t'i bëjmë parapri. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi dhe duhet ishte dhe duhet funksionojë kjo gjëja. Ndoshta le të themi për disa njerëz mund të jetë shqetësuese se ndoshta fëmijët ecin, ndoshta dhe bëjnë dhe zhurmë, po edhe ndoshta nuk e kanë konceptin e duhur, po të gjitha këto janë asgjë përballë asaj se çfarë ne duhet të rrënjosim tek shpirti dhe tek zemra e tyre në raport me besimin, në raport me Zotin, në raport me botën tjetër. Tani, xhamia ka një lloj shenjtërie brenda vetes. Ka dhe një lloj edukate. Ndodh shpesh që fëmijët e kthejnë atë në kopsht dhe arenë sportive. A duhet të edukojmë që gjësisht puna aty patjetër ta shohim me një tjetër sy. Aty patjetër duhet të ketë staf dhe duhet të ketë njerëz që kur le të themi kalon situata në egzagerim, patjetër duhet të ketë ndërhyrje, patjetër. Ose të krijohet le të themi një ambient më i veçantë, më i shkëputur, por kur nuk janë kushtet dhe mundësitë, patjetër që stafi duhet ndërhyjë. Nëse nuk ka, le të themi, janë diku ku nuk ka, atëherë prindi duhet të jetë ai i cili e menaxhon situatën. Unë kam parë për shembull në Qabe edhe në Medinë që prindrit kanë atë si tip byzyliku që lidhet me fëmijën dhe fëmia mund të lëvizë le të themi deri në 2 metra larg prindit, pastaj është i detyruar të vi tek prindi. Ja këto situatat kur ndonjëherë e ke marr fëmijën e vogël me vete, qan
pa pushim. Aq sa më shumë dëgohet e qara e fëmijës se sa imami. Si do të vepruar në këtë rast? Duhet që prindi në këtë rast të largohet, të qetësoj fëmin, pastaj të kthehet. Mund ta absolutisht po, sepse tani domethënë ne me të vërtet tham që lejohen fëmijët e ku dëgjon e tjerë, po jo të kalojnë situatë shqetësuese. Në momentin që kalojnë situatë shqetësuese, atëherë bëhemi gjunafçar ne nëse kthehemi në objekt shqetësimi për prindit. Madje ka një hadith shumë interesant që profeti alayhis salam po falte namazin dhe dëgjoi thotë të qarat e një fëmie. Masi dha selam tha, unë doja ta zgjasja namazin tim, po dëgjova që një fëmijë po qante dhe e shkurtova se mendova se nëna e këtij fëmie mund të ishte me ne. Pra shumë lart situata, ndërkohë që kemi situatë tjetër, po prap nga profeti alayhis salam, që e merrte mbesën e tij, e mbante në krah gjatë namazit, kur shkonte në ruku e linte, kur ngrirej nga rukuja e merrte prap, dhe kur shkonte në sejdë e linte, pastaj kur ngrirej prap në këmbë e merrte prap, kështu që i kemi të gjitha të parashikuara, domethënë. Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, ka fëmijë të cilët kanë atë dëshirën për të zgjuar në syfyr, po gjatë ditës nuk kanë, po themi, atë durimi për ta mbajtur deri në fund. A mund ta agjërojnë një pjesë të saj? Absolutisht nuk ka asnjë problemi. Shumë mirë që agjërojnë një pjesë ditës, edhe ne kur ata hajnë bëjmë sikur nuk i shohim, domethënë, ose i përgëzojmë, bravo, ka agjëruar 3 orë, nesër agjërove 4 orë, bravo, agjërove deri në drek. Pra ideja është bile mund ta bëjmë edhe sigar mes fëmijëve me njëri tjetrin, mund t'i hotojmë me lodra, me gjëra derisa të vijë momenti, bëhet fjalë kur janë pak në moshë të madhe. Po unë kam vënë re që fëmijët e vegjël që gjithë kanë qejf çohen për syfyr. Në herë më të vendosur janë fëmijët se sa të rriturit në agjërimin e Ramazanit. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, edhe pse nuk e mbajnë apo hanë edhe mëngjes për shembull, nuk ka asnjë lloj problemi. Po kjo situata kur fëmijët hanë në publik, pra nuk agjërojnë, hanë në sy të tjerëve në një mënyrë. Dikur ka qenë pak merret konsiderat kjo pjesë. Çfarë ka gjë të bukur që me njëri prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, thoshte në Qabe, kur mante ato ligjëratat e mësimet e tij, thoshte, dëgjoj, nëse shihnin në Mekë njerëz që hanë gjatë Ramazanit, mos i qortoni. Në Mekë, në Qabe, nëse shihnin njerëz që po hanë, mos i qortoni. Pse? Sepse aty vazhdimisht kishte njerëz që vinin nga udhëtimi për të bërë umre, pra ishin udhëtar. Pra ideja është merret konsiderat dhe çdo prind, çdo i madh e kupton që ky fëmia, domethënë është fëmia, kupton? Po pjesa e udhëtarëve ose grave që nuk agjërojnë, mund të hanë në publik, është gjuna, është mëkat? Mëkat nuk është, po nuk është e pëlqyer, është e urryer një gjë e tillë, sepse jep imazhin e keq. Pra edhe pse ai në vetvete apo ajo në vetvete e ka të lejuar, imazhi i keq, paraqitja e keqe, kështu që nëse do të ushqehet, domethënë në disi më në vetmi, nuk ka nevojë që të dalë hapta. Edhe pse është i arsyetuar ke Zoti, si më thon, për sa i përket konceptit mëkatit. Po personat që punojnë si kuzhinier, që servirin ushqim, që servirin pije, që gatuajnë gjatë ditës në Ramazan, çfarë ta themi gjykimi kanë? Tani kjo është një çështje që ka, si më thon, hat diskutim, ka debat, por më e drejta është që një agjëruesi nuk i lejohet që të gatuaj për një agjërues nëse është besimtar dhe ky tjetri, nëse nuk ka arsyetim për të. A nuk mund të gatuaj për udhëtarët, për fëmijët, për gratë, për kopësht, për nëse nuk për një besimtar që nuk ka arsyetim për të. Pra, një besimtar që është në udhëtim lejohet. Një besimtar që është i smur lejohet, një besimtar që mund të ketë ku e diun sa arsye që nuk agjëron, lejohet të gatuhet për të. Nuk ka problemi është ose për një jo besimtar lejohet të gatuaj. Gjithë problemi është të lejohet të gatuaj për besimtarët, për muslimanët. Fetarisht nuk lejohet, sepse Zoti thotë në Kur'an, mos bashkëpunonin mëkate dhe në armiqësi. Dhe të japësh dikujt ushqim në Ramazan apo pije apo ti servirësh diçka, ndërkohë që jemi në Ramazan, ti je duke bërë një lloj bashkëpunimi në mëkat, në gjuna. Po ndërkohë ka njerëz që janë shumë idealist dhe duan që çdo gjë të jetë, po themi, në formë më të mirë dhe më të plotë. Edhe kur shohin gjë e mirë është kjo, po është e vështirë për të. Kur shohin në Ramazan një besimtar që është duke ngrënë,
ndoshta se përmbajnë dot veten dhe duan që ta këshillojnë, duan që ta shumë ta kritikojnë. Ka një hadith bukur, profeti alayhis salam thotë, kush han ose pin me harres, pa dashje, faktikisht e ka ushqyer Zoti, pra ja ka bërë dhuratë Zoti. Ai nuk ka mëkat, po unë që e shoh duhet ta ndaloj. Pra, mua nuk më lejohet që ta shoh dikë duke ngrënë, duke pirë që te më vlla, jemi me agjerim ose është Ramazan. Dhe ai të kujtohet, ndërkohë që ai në vetvete për atë që bëri është i pafajshëm, është pa mëkat tek Zoti i gjithësisë. Një aspekt i rëndësishëm në këto ditë është duke patur fluks të madh besimtarëve në xhami, shpesh krijohet dhe një lloj rrëmuje, që janë makinat rreth xhamive, të cilat shpesh bëjnë shkak po themi për trafikun, për kalimtarët. Mirë po, nëse nuk parkojmë aty afër xhamis, nuk e kapim dot namazin. Neve namazin dhe kapin namazit do ta konsiderojmë gjën më të rëndësishme, por kjo nuk duhet të çojë në kaos dhe në rrëmuj. Për këtë arsye këtë vit ne për shembull e kemi bërë ikametin, siç e din pra, e kemi bërë 2 orë mbas ezanit të akşamit. Pra ka kohë mjaftueshme edhe për të ngrënë iftar dhe për të ardhur qetësisht në xhami. I kafe edhe për të parkuar. Që do thot kush ka mundësi të vinë në këmbë, le të vinë në këmbë. Le të vinë në këmbë ose të parkojë aty ku duhet parkuar, pra nuk bën. Faktikisht t'jap edhe një sekret tjetër. Ne kemi çuar letër, domethënë para Ramazanit, një 2 javë, i kemi çuar edhe policisë, pra edhe policisë rrugore, edhe policisë vendore, edhe policisë bashkiake, një letër që kërkojmë bashkëpunimin e tyre që rruga të jetë sa më e lirë. Këtë më mirë mos ta kisha thënë se kur i shohim ato fletë të gjobave në xhamin e makinës, aty na sprovohet edhe agjerimi pastaj. Nga një herë bëjnë mirë ato gjobat që të zejmë mend. Pas ka dhe lajme jo të mira në Ramazan. Çfarë më bë? Sprov kjo punë. Mirë, po e mbyllim me këtë lajm, me këtë dhimbje, po shpresoj që është e nevojshme, ashtu siç janë her pas here disa ndërhyrjet domosdoshme për të rregulluar situatën, sepse me shumë gjasa publikja tjetri është më i rëndësishëm se vetvetja. Zoti shpëleft. Sot shpëleft. Miq, këto ishin minutat e këtij podcastit sotëm, folëm për udhëtarin, folëm për fëmijët, po folëm dhe për qetësinë dhe po themi rendin brenda dhe rreth xhamis. 3 këshilla, 3 koncepte të rëndësishme të cilat duhet t'i përvetësojmë dhe të cilat na duhen, sepse të gjithë shpesh kemi fëmijë, jemi udhëtar ose shpesh pa dashje bëjmë dhe rrëmuj brenda ose rreth xhamis. Unë falenderoj që na ndoqët, do të jemi sërish së bashku në podcastin e ardhshëm për të folur për 10 ditët e fundit, 10 ditët më të mira të muajit bekuar të Ramazanit. Deri atëherë kalofsh sa mirë.